dhe zotëri, mirë se vini në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Bashkë do të ndajmë zhvillimet kryesore të kësaj dite. Do të ndalemi pikërisht te enti kombëtar i banesave në Vlorë, një nga pikat problematike në raportin e kontrollit të lartë të shtetit. Auditimi për periudhën 2023-2025 evidenton mangësinë në planifikimin financiar, vonesa në investime, mos realizim të ardhurash, të cilat përmbajnë peng strehimin në Vlorë. Për më gjerë, shënimi redaksional. Dega entit kombëtar të banesave në Vlorë del si një nga pikat më problematike në raportin përfundimtar të kontrollit të lartë të shtetit. Auditimi që mbulon periudhën 2023-2025 evidenton mangësi në planifikimin financiar, vonesa në investime dhe mos realizim të ardhurave. Vetëm për vitin 2023, Dega Vlorë ka realizuar rreth 74% të ardhurave të planifikuara, ndërsa për 9 mujorin e vitit 2025 rreth 27%. Këto shifra tregojnë se problemi nuk është i përkohshëm, por një ngërç i vazhdueshëm në administrimin dhe zbatimin e projekteve të strehimit. Sipas raportit, një nga arsyet kryesore të kësaj situate lidhet me mos përfundimin e objekteve Vlora 3 dhe Vlora 4, për shkak se këto banesa nuk janë mbyllur. Dega rajonale Vlorë nuk ka arritur të lidh kontratat me përfituesit, si pasojë nuk janë realizuar as të ardhurat nga përqindja përkatëse që paguhet përpara lidhjes së kontratës. Kjo do të thotë se vonesat në kantier nuk kanë ndikuar vetëm te familjet që presin strehim, por edhe vetë të ardhurat e institucionit. Raporti ndalet më pas te objekti Vlora 2, ku problemet bëhen dhe më konkrete. Për vitin 2024, për këtë investim ishte parashikuar të likuidohej një shumë prej rreth 66, por në fund të vitit janë likuiduar vetëm rreth 30 milion lekë, ose 44% e planit. Megjithatë, KLSH konstaton se raportet e vlerësimit për likuidimin e punimeve nga Drejtoria Teknike nuk janë protokolluar, çka cënon gjurmën e auditimit dhe ngre pikpyetje serioze për dokumentimin financiar të procesit. Problematika vijon edhe në vitin 2025 për të njëjtin objekt Vlora 2 ishte planifikuar një likuidim prej rreth 34 milion lekësh, ndërsa vlera totale e kontratës arrin 204 milion lekë. Por sipas të dhënave, deri në 30 shtator 2025 nuk ka asnjë situacion për likuidim. Me pak fjalë, projekti vijon të mbetet i zvaritur edhe pse fondet, kontrata, punimet progresive ekzistojnë prekohesh. Për te i Vlorës, auditimi nxjerr në pa dhe një problem më të gjerë, mungesën e transparencës në planifikimin dhe informim publik. Sipas KLSH-s, enti kombëtar i banesave nuk ka përcaktuar qartë numrin e banesave, garazheve dhe njësive të shërbimit që do të shiten. Nuk ka bërë publik çmimin dhe koston për apartamentet, si dhe nuk ka publikuar rregullisht raportet periodike të realizimit të programit ekonomik. Edhe në faqen zyrtare të institucionit mungojnë të dhëna të plota për investimet në Vlorë, përfshirë sipërfaqet, kostot dhe çmimet e shitjes. Në thelb, mesazhi i raportit është i qartë: pa përfundimin e objekteve, pa dokumentim të rregullt të punimeve dhe pa një planifikim real të ardhurave, enti kombëtar i banesave nuk arrin të përmbush as funksionin financiar dhe as atë social. Në Vlorë kjo përkthehet në banesa të pambyllura, kontrata të palidhura dhe qytetarë që vazhdojnë të presin strehimin që u është premtuar. Gjykata e shkallës së parë në Vlorë ka zhvilluar këtë të njëjtë analizën njëvjeçare për vitin 2025, viti i cili sipas kreut të gjykatës Fioral de Behari është një bilans pozitiv, duke dhënë sinjale të qarta se sistemi po punon me ritëm, kërkesë të lartë dhe me objektiva të qarta në përmirësimin e mëtejshëm. Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë ka zhvilluar këtë të njëjtë analizën njëvjeçare për vitin 2025, të pranishëm autoritetet të larta të gjyqësorit në Vlorë, prokurorisë dhe policisë së shtetit. Në fjalën e tij, kreu i gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, Fioral de Behari, e quajti vitin 2025 një bilans pozitiv. Duke mbuluar mbi 236.000 banor në Vlorë, Selenis dhe Imar, gjykata e shkallës së parë në Vlorë mbetet një hallkë kyçe e shërbimit publik në jug të vendit. Pavarësisht lëvizjeve dhe vakancave në trupën prej 16 gjyqtarësh, secili ka përballuar rreth 400 çështje në vit, shpesh më shumë se një në ditë, çka dëshmon për ngarkesë dhe përgjegjësi të lartë. Pavarësisht vështirësive dhe problematikave të cilat ne i kemi evidentuar dhe jemi përballur, kemi arritur që të japim rezultate pozitive në vitin 2025. Vlora, në ndryshim edhe nga shumica e qyteteve të tjera, ka një specifik, duke qenë se është një nga vendet i cili ofron shërbim turistik për një numër goxha të lartë turistësh dhe pjesëmarrës, po them individësh të cilët nuk janë rezident, por e frekuentojnë në mënyrë të përkohshme territorin e
bashkive Vlorë, Selenicë dhe Imar. Kjo impakton edhe punën e gjykatës dhe ngarkesën e gjykatës në kuptimin e, po them, çështjeve gjyqësore të cilat vinë dhe zgjidhen pranë gjykatës sonë. Për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, edhe për shkak të transferimeve të gjyqtarëve, gjatë vitit 2025, pranë gjykatës shkallës së parë nuk është arritur që të punohet me trup gjyqësore me kapacitet plot. Pasi ka patur lëvizje të shpeshta, gjatë deri në muajin shtator kemi patur një rritje të numrit të gjyqtarëve, më tej në muajin tetor për shkak të caktimit të 2 gjyqtarëve të rinj, rishtazi, nga ana e Këshillit Lart Gjyqësor, është arritur që trupa efektive e gjykatës të shkojë në 14 nga 16 gjyqtarë, me të cilët është arritur të evadohet një numër i konsiderueshëm çështje gjyqësore, dhe kemi arritur që të kemi një raport pozitiv ndërmjet çështjeve të regjistruar rishtazi dhe çështjeve të mbartura. Në të gjithë, po them, problematikën me të cilët haset sot sistemi gjyqësor, për sa i përket, po them, mungesës së kapacitetit burime njerëzore, kemi arritur si gjykatë që të evadojmë 275 çështje gjyqësore nga backlogu i vitit 2024, nga cilat 99 çështje penale dhe 176 çështje civile, që është një tregues pozitiv në qoftë se e vlerësojmë me normën e likuidimit të çështjeve. Në emër të Këshillit të Lartë Gjyqësor, takimin analize ka përshëndetur përfaqësuesja e tij, Ermona Muçi, e cila ka adresuar rekomandimet përkatëse. Disa përmirësime janë, disa hapa pozitiv janë ndërmarrë në lidhje me sistemin, dhe është miratuar sistemi i cili shpresoj që të na ndihmojë jashtëzakonisht në punën tonë, si në punën e magjistratëve, ashtu edhe në bashkëpunim me prokurorinë apo me policinë. Sistemi i cili do krijojë lehtësira në menaxhimin e çështjeve, por edhe në njoftimin e çështjeve apo dhe transmetimin e akteve në rrugë elektronike, duke përjashtuar, të themi, ose duke minimizuar dokumentat apo postën shkresore. Kjo do të jetë gjithmonë hap pas hapi dhe pa cënuar në asnjë moment aksesin apo transparencën. Në lidhje me mirëqenien e magjistratëve, kemi ngritur grupe pune në lidhje me sigurinë, shpresojmë me bashkëpunimin me Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Drejtësisë dhe Policitë Vendore që të realizojmë në kohë sa më të shpejtë një rregullore e cila do të parashikojë prezencën fizike të punojësve të policisë në ambientet e gjykatave, duke i rikthyer gjykatat në institucione të cilat kanë një rëndësi të veçantë. Sfidë kryesore kemi gjykatat e apelit të cilët kanë krijuar një backlog të jashtëzakonshëm, kjo edhe për shkak të fluksit në rritje që po vjen nga shkalla e parë, për shkak të plotësimit të vakancave, por gjithashtu dhe nga kthimi apo prishja e dosjeve nga gjykata e lartë. Dhe gjykata e apelit, themi, është rënduar apo është shtuar backlogu. Tani, kjo do të jetë një sfidë edhe për gjykatat e shkallëve të para. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për gjatë vitit 2025 janë përfunduar 4685 çështje, 2119 civile dhe 2566 penale, ndërsa janë regjistruar 4410 të reja, duke ulur stokun me rreth 275 çështje. Efikasiteti paraqitet i lartë me mbi 104% për çështjet penale dhe afro 109% për ato civile, ndërkohë 87% e seancave janë regjistruar me audio. Me një buxhet rreth 188 milion lek në vit, gjykata synon investime në infrastrukturë, teknologji dhe siguri, duke pasur si objektiv rritjen e efikasitetit, transparencës dhe besimit të publikut, ndërsa 2025, sipas analizës, tregon se janë dhënë sinjale të qarta se sistemi po punon me ritëm, ngarkesë të lartë dhe me objektiva të qarta për përmirësim të mëtejshëm. Pas ndryshimeve në njësinë administrative të Orikumit, duke se një valë riorganizimi ka nisur dhe në njësitë e tjera në Bashkinë e Vlorës, e cila së fundmi ka hapur procedurat për vende vakante për administrator të njësisë Shushicë, duke sinjalizuar devijimin e reformave në nivel lokal. Pas ndryshimeve në njësinë administrative të Orikumit me largimin e Selim Haskoçelaj dhe zvendësimin e tij me Drini Harizaj, Bashkia e Vlorës ka nisur procedura tashmë edhe për
ndryshimet e tjera në njësitë administrative në varësi të saj. Prej pak ditësh, Bashkia e Vlorës ka hapur tashmë vendin vakant për administrator të njësisë administrative Shushicë, vendi i cili mbahej deri më tashmë nga Birçe Aliraj, por këto nuk do të jenë largimet e vetme apo ndryshimet e vetme në njësitë administrative, teksa pritet që pas Orikumit dhe Shushicës të preken ndoshta edhe njësitë e tjera administrative në varësi të Bashkisë së Vlorës. Pas ndryshimeve të fundit në njësinë administrative të Orikumit, duket se një valë riorganizimi ka nisur dhe në njësitë e tjera vendore në Bashkinë e Vlorës. Fillimisht nga drejtimi i njësisë administrative Orikum, u largua Selim Haskoçela, i cili u zëvendësua nga Drini Arizaj. Ky ndryshim shihet si pjesë e një procesi më të gjerë ristrukturimi në administratën vendore. Ndërkohë një tjetër njësi që pritet të preket nga këto lëvizje është dhe njësia administrative Shushicë, e cila deri më tani është drejtuar nga Birçe Aliraj. Bashkia Vlorë ka hapur tashmë procedurat për shpalljen e vendit vakant për pozicionin e administratorit të kësaj njësie, duke sinjalizuar qartë vijimin e reformave në nivel lokal. Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, është shpallur vendi i liri punës për administrator në njësinë administrative Shushicë. Ky proces zhvillohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, konkretisht ligjin për qeverisjen vendore, kodin e punës, si dhe vendimin më të fundit për strukturën organizative të Bashkisë Vlorë për vitin 2026. Burime pranë bashkisë bëjnë me dije se këto ndryshime nuk do të ndalen vetëm në Orikum dhe Shushicë. Pritet që ristrukturimi të shtrihet edhe në njësi të tjera administrative në kuadër të përmirësimit të menaxhimit lokal dhe rritjes së efikasitetit në shërbimet ndaj qytetarëve. Procesi pritet të sjellë një frymë të re në administratën vendore, duke synuar jo vetëm përmirësimin e drejtimit të njësive administrative, por dhe rritjen e transparencës dhe cilësisë së shërbimeve publike në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorë. Edhe kjo enjte ka shënuar një numër të lartë shtetësisht të huaj pranë zyrave të migracionit në Vlorë. Me afrimin e sezonit turistik vjet re një rritje e ndjeshme e aplikimeve për leje qëndrimi, pasi shumë prej tyre synojnë të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri. Dita e njëjtë ka shënuar sërish një numër të lartë shtetësisht të huaj pranë zyrave të emigracionit në Vlorë. Me afrimin e sezonit turistik vjet re një rritje e ndjeshme e aplikimeve për leje qëndrimi, pasi shumë prej tyre synojnë të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri. Të huaj nga vende të ndryshme si India dhe Myanmari kanë zgjedhur të vendosen në Shqipëri, kryesisht për t'u angazhuar në sektor të ndryshëm, me fokus të veçantë në turizëm. Ndërkohë nuk mungojnë as shtetas nga Italia, veçanërisht pensionistë që kanë vendosur të jetojnë në Vlorë të tërhequr nga klima dhe kostoja e jetesës. Po ashtu edhe shumë studentë italianë që kanë zgjedhur të studiojnë në Vlorë, duke parë këtë si një mundësi të mirë për të ardhmen e tyre, mundësi që sipas tyre nuk e kanë pasur në vendin e origjinës. I'm from India. India. You working here in Albania? Yeah, I'm working in Albania. Jam nga India, punoj në dërmi në fushën e turizmit. Jam në kuzhinë, kam ardhur këtu prej vitit të kaluar. Të njëjtën punë kam bërë edhe në vendin tim. Më pëlqen këtu. Aktualisht jam vetëm. No, bachelor. From India. India. Why you are coming here? You working here in Albania? In kitchen. Edhe unë jam nga India. Punoj në turizëm, ndihmoj në kuzhinë. Pse e kam zgjedhur Shqipërinë? Më pëlqen në fakt këtu dhe kam mundësinë të punoj. Jo, nuk jam me familjen aktualisht. How many years you are here? I'm last year November. You working here in Albania? Yes, sure. I'm working Himar. Jam nga Minamari dhe punoj në Himar. Punoj në një market aty dhe ndihem mirë. Sot po aplikoj për leje qëndrimi. Edhe në vendlindje kam bërë punë të ngjashme. Jam këtu edhe për shkak se përfitoj më shumë të ardhura. Money is normal. Io sono polacca. Ho vissuto 23 anni in Italia. Unë jam polake, por jetoj prej 21 vitesh në Itali. E tani kam ardhur këtu bashkë me shokun tim. Më pëlqen këtu, ka gjëra të mira dhe të këqija. Këtu ndihem më sigurt se në Itali dhe këtë e vlerësoj. Non ci sono extracomunitari che in Italia ormai sono troppi. E di brutto? Non voglio toccare questo argomento. Padyshim që ka edhe ndonjë gjë që nuk shkon, por nuk po i përmend. Besoj me çfarë shikoj ka më shumë të mira. 4 anni. Sono pensionata, sono qua da un mese. Come ti sembra Emilia? Mi piace. Unë jam pensioniste, kam pak kohë këtu, prej një muaji. Unë kam jetuar në veri të Italisë dhe tani zgjodha Vlorën për të jetuar. Çmimet? Ka disa gjëra që më gjen më shtrenjtë se në Itali, por në përgjithësi është okay.
Këtu ka gjëra të mira bio, që në Itali nuk mund të mendosh se ti gjesh. Quindi a me non mi interessa se non mangio la pizza con la mozzarella. Angela, Sì, sei qui per studiare? sì. Qual anno? Il primo anno sei? Secondo anno. Më quajnë Angela dhe vi nga Sardenja në Itali. Jam në vitin e dytë të studimeve në degën e odontiatrisë. Nuk e pata këtë mundësi në vendin tim dhe ja erdha këtu. Në përgjithësi, jam e kënaqur dhe Vlora është qytet shumë i bukur. E ho deciso di iniziare questo percorso qua. Giorgia Cadino, Da dove vieni? dalla Sardegna. Edhe unë vi nga i njëjti vend dhe jam në vitin e dytë në universitet këtu. Më quajnë Georgia. Perché adesso? Pash se në vendin tim mundësit ishin të pakta dhe kur gjeta këtë zgjidhje vendosa të vi këtu dhe të studioj. Natyrisht pas universitetit e mendoj të ardhme në Itali, por ajo çfarë mund të them është që jam e kënaqur me këtë zgjedhje. Penso in Italia il mio futuro, la verità. Ciao, sono Wanda Francello. Më quajnë Vanda dhe jam në vitin e dytë në odontiatri. Nuk hyra dot në Itali për arsye të ndryshme, por këtu mundësit i kam më të mira, mundësit që mi dha Shqipëria. Jam e kënaqur, ka shumë gjëra për të menduar, por në përgjithësi shumë mirë. Në të ardhmen, jo, do të kthehem në vendlindje. No, penso anch'io di tornare in Italia. Sipas të dhënave nga zyra e emigracionit, çdo e marrë dhe inte shënon një fluks të lartë aplikimesh nga shtetas të huaj për pajisje me leje qëndrimi. Ata zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për të punuar, por edhe për të studiuar dhe të ndërtuar jetën e tyre këtu. Ky numër pritet të rritet edhe më tej me afrimin e sezonit turistik, ndërsa bizneset që operojnë në fushën e turizmit janë gjithmonë në kërkim të fuqisë punëtore për të përballuar kërkesën në rritje. Në sheshin para Universitetit Ismail Qemali ka nisur punimet për ndërtimin e një prej parkimeve nëntoksore që do të ndërtohet në Vlorë. Për qytetarët projekti është domosdoshmëri dhe sipas tyre Vlora ka nevojë për më shumë projekte parkimesh. Në sheshin përpara Universitetit Ismail Qemali ka nisur punimet për ndërtimin e një prej parkimeve nëntoksore që do të ndërtohet në Vlorë. Firma e cila do të realizojë këtë projekt ka nisur rrethimin e kantierit se ku do të realizohet. Nga ana tjetër, mungesa e parkimeve është kthyer në problematikë madhore për qytetin e Vlorës, ku qytetarët shprehen se asnjëherë nuk ka marrë zgjidhje. Duke dëgjuar për projektin e parkimeve tek universiteti, qytetarët e vlerësojnë si të domosdoshëm, por thonë se projekte të tilla duhet jenë më të shumta pasi sipas tyre Vlora ka nevojë për qindra vende parkimi. Për këtë projekt që ka nisur nga puna, qytetarët pohojnë se do të ndjehen të gëzuar vetëm kur të shohin të ndërtuar dhe kur të ketë nisur funksionimi. Më problematika nuk ka ku të vejma. Po problematikë se s'ke ku të merë frika ku do vesh të parkosh. Gjithandej jam kupton edhe parkimi i Vlorë skel është më problematika. Gjë më e mirë, ku do bota kështu i ka. Unë jetoj në Gjenova. Ati janë me 10 parkime, në përqënë 3 hektare, ati s'ka janë 3 kaqe parkimet, më kupton? Fillojnë qenë që poshtë në tokë, e deri lartë në katin e 3 parkim, jashtë qendrës 3 hektare. Po paka shumë më kupton, më mirë do bëja se që është. Duhet investime dhe të tjera të tilla? Investimet si s'duhet, Vlora është qytet turistik, Vlora ka problematikat edhe me rrugët, më kupton, vinë turistat. Janë gjëra që duhet me njëherë, ajo bashkia, duhet i marrë masat mos i lërë për kohën kur vinë turistat, më kupton se bën një figurë shumë të keqe. Edhe na ullë imazhin e vendit tonë. Që gjoja tani, jo se është gjoja, po gjithë Evropa, mos të them edhe Amerika me thash, mundohen të vinë në Shqipëri, më kupton se kanë dëgjuar që në Shqipëri është një vend i bukur, i pashfrytzuar. Po hajë shikoja bëjni vetja si është. Po s'ka, ku ka bërë parkime këtu edhe bara. Po problemi është se makinat nuk kanë ku të qëndrojnë. Shiko si po bëhet. Shiko ja universitetit, para universitetit makinat. Po të kishe parkim tjetër vend, universiteti do ishe bosh. Kur të bëhet. Për parkim. Po kur të bëhet. Po se pa me sy unë nuk besoj kurrësh. Po është diçka pozitive. Po është pozitive, po kur të bëhet. Po s'u bë është kot. A do bëhet? A se di. Kur ta shoh me sy po të them. Kur të futen edhe makinat brenda. Tani parkimet më këto shiko makinat që vinë, dalin, bëjnë, më këto ka shumë. Po me të
Sa shikoj unë dhe po e them për ndërmjetës time që ka parkime, por po të kishte vend më të zgjeruar në rrugë, më kupton, se rrugët janë edhe me një kalim, më kupton apo? Edhe ka pak, do me thënë, vështirësi vetë me vetë, po të ishi pak më të gjëra do ishte rruga më e lishme. Kurse për ne, për në sezonin, atëra pas të do ketë më të për ngarkes, se kupton apo? Detyrimisht do vi, sepse po pa t'i flut, të jashtëzakonshëm detyrimisht do ketë edhe vështirësi. Por rrugët të ishin pak më të gjëra do ishin akoma më të gjëra. Edhe këtë ne kemi dëgjuar, më kupton, po të bëhet ajo, detyrimisht lëvizja do jetë akoma më e mirë. Është domosdoshme që të bëhet, për mendimin tim, inshallah, se nuk është problemi më kupton se u bë ajo tash edhe ne vetë do dalim nga vështirësia. Po të bëhen më shumë, mendoj që lëvizja do jetë akoma më e mirë. Projekti parkimeve tek Universiteti Ismail Qemali ka parashikuar të ndërtojë 250 parkime të reja. Do të jetë një parkim me një kat nën tokë që do të funksionojë për automjetet, gjithashtu sipërti do të krijohet një park rekreativ. Afati i përfundimit të punimeve do të jetë 24 muaj. Pas më shumë se 4 vite jashtë funksionit, fushat e sportit në zonën e ujit të ftohtë po kthehen në gjendje optimale. Një fushë basketbolli, një mini calcetto futbolli dhe një tjetër fushë dytësore tenisi do të ndërtohen brenda pak ditësh. Pas më tepër se 4 vitesh jashtë funksionit, fushat e sportit në zonën e ujit të ftohtë po kthehen në gjendjen optimale. Në zonën e Lungomare 2 ka nisur puna për rehabilitimin e 3 fushave sportive, të cilat deri më tani nuk funksiononin pasi kishin rënë pre dëmtimeve të shumta përgjatë kohës. Një fushë basketbolli, një mini calcetto futbolli, si dhe një tjetër fushë dytësore tenisi do të ndërtohen brenda pak ditësh. Ka nisur tashmë puna për ndërtimin e 3 fushave të reja të sportit pikërisht në zonën e Lungomares në ujin e ftohtë. Aty ku po punohet për ndërtimin e një fushë futbolli, e cila është thojse gati përfundimi dhe më pas do të ketë ndërtimin e një fushë basketbolli dhe një tjetër tenisi, që i shtohet edhe 2 fusha të tjera të cilat tashmë janë gati dhe funksionale prej muajsh në këtë zonë. Firma e cila ka fituar projektin është Fusha, që ka nisur edhe të realizojë punimet prej disa ditësh. Mund të themi që është drejt përfundimit calcetto futbollit, në të cilin është shtuar tapeti i barit. Është kryer rrethimi dhe pritet që të vendosen portat e futbollit. Gjithashtu edhe tereni fushës së tenisit dhe basketbollit është asfaltuar. Në ditët të vijim pritet që aty të kryhet rrethimi i 2 tereneve të reja sportive. Vijëzimi si dhe të vendosen koshat e basketbollit dhe rjetat e tenisit. Sipas informacioneve, firma e cila po realizon këtë projekt duhet ta përfundojë atë brenda muajit maj, por pritshmërit janë që mund të përfundojë në fund të muajit aktual. Për tu parë mbetet cilësia e punimeve, pasi në 2 terenet e para, cilësia e punimeve lë për të dëshiruar. Është inauguruar në Fier godina e Mitropolisë, ndërsa mesha është drejtuar nga kryepeshkop Joani dhe Sinodi i Shenjtë. Në prononcimin e tij për mediat, kryepeshkop Joani është ndalur edhe në zhvillimet e fundit të luftës në lindjen e mesme. Inaugurohet godina e Mitropolisë së Fierit. Mesha drejtohet nga kryepeshkop Joani dhe Sinodi i Shenjtë. Me një mesh që zgjati për më shumë se 3 orë dhe ku ishin të pranishëm besimtarë të shumtë, organi më i lartë i Kishës Ortodokse Shqiptare, i drejtuar nga kryepeshkop Joani dhe Sinodi i Shenjtë, përkujtoi 10 vjetorin e themelimit të Mitropolisë së Fierit. Një dekadë më parë u vendos që Fieri me kishat e tij dhe numrin e lartë të popullsisë ortodokse të organizohej në Mitropoli si një organ përfaqësues brenda organikës së Kishës Autoqefale Ortodokse të Shqipërisë. Sot pas 10 vitesh Mitropolia e Fierit inauguron edhe godinën e saj të re, ku zhvillohen aktivitetet zyrtare të saj. Në prononcimin e tij për mediat, kryepeshkop Joani pohoi se përvjetoret janë të rëndësishëm, sepse janë një mundësi për të medituar mbi paraardhësit tanë, duke filluar që nga martirët e parë të Kishës e deri më sot, duke theksuar se ajo e ka përmbushur misionin e saj. Ai është ndalur edhe te zhvillimet e fundit të luftës, ku është shprehur se në këto momente e rëndësishme është paqja e brendshme. Ky ishte mesazhi im edhe për Krishtlindje, nëse do të ketë një paqe reale, ajo varet nga paqja e brendshme, sepse po u kushtozua nga zhvillimet gjeopolitike dhe interesat e momentit, ajo mund të prishet shumë shpejt. Arsyeja që Fieri u ngrit në nivelin e Mitropolisë sepse u bë një qytet shumë i madh. Dhe kisha shkon aty ku janë njerëzit. Dikur ishte Apollonia sepse aty ishin njerëzit. Dhe në këto 10 vjet shikohet një ndryshim jashtëzakonisht i madh, që përgëzoi Mitropolitin e Fierit
Nikollën për punën e tij vazhdueshme, konsekuente dhe pa u lodhur. Sepse kur e bëjnë punën tjerët, shpeshherë duket shumë lehtë. Madje njerëzit dhe ne kritik, por që ka bërë një punë të lavdërueshme, e kjo është një dhuratë për qytetin e Fierit, për gjithë Kishën dhe për gjithë vendin tonë. Gjatë liturgjisë e cilësuat çdo përfitimore si një thirrje për meditim. Patjetër. Për paraardhësit. Edhe ideja e përkujtimoreve kjo ka qenë. Ishte një thirrje. Është një fjalë jubile. Vjen nga hebraishta Jabal, që ka kuptimin e bririt, ku frynin bririn që thirrnin popullin. Një jubileu është një thirrje, jo vetëm thjesht fizike, por një thirrje shpirtërore për të medituar, për të kujtuar të tjerët, sepse ne duhet të shmangim me asaj kulture që gjithë mendojnë sikur fillon viti zero me ata, që sa keq që kanë bërë ata që ishin para, sa mirë bëhet e shumë. Ne ndërtojmë në vazhdën e të gjithëve. Kisha ka një vazhdimsi, çdo shtet ka një vazhdimsi, e duhen kujtuar edhe përgëzuar vazhdimisht. Në këtë botë të razuar, keni një mesazh? Në këtë botë të razuar, mesazhi që pata dhënë për Krishtlindjen kjo ishte: nëse do ketë një paqe reale, duhet fillimisht një paqe e brendshme, një paqe shpirtërore. Sepse paqet që bëhen, që varen nga kushtet geopolitike, nga interesa ndryshme, ato mund të prishen shumë shpejt, siç e shikojmë ne. Vetëm një paqe e thellë shpirtërore mund të paqtojë njerëzit njëri me tjetrin, gëzuar dhe për shumë vjet. Fieri ka një numër të lartë kishash dhe manastiresh, si edhe një popullsi të madhe me traditë ortodokse, duke u renditur i treti në shkallë vendi pas Korçës dhe Beratit. Villime tjera është zhvillimet e këndalemi tek Rendi, ku prokuroria e Vlorës përfundon hetimet dhe dërgon në gjyq për shpërdorim detyre 4 ish zyrtarët e IMT-s Himar dhe 3 shtetas për ndërtim të palishëm. Rezulton se shtetasit në fjalë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, duke cënuar interesat e shtetit dhe bizneseve të tjerë. Prokuroria e Vlorës ka mbyllur hetimet ndaj 4 ish zyrtarëve të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Himar, si dhe 3 shtetasve për ndërtim të palishëm. Sipas informacionit të prokuroris, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, kanë përfunduar hetimet dhe janë dërguar në gjyq 7 shtetas, mes të cilëve 4 ish zyrtar për vepra penale, ndërtim i palishëm si dhe shpërdorim detyre. Nga hetimet mbi procedimin penal numër 704 të vitit 2021, që bën fjalë për ndërtimet e palishme në kodrën e rapojve në Himar, rezulton se këta shtetas në ushtrim të funksioneve të tyre publike kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, duke cënuar interesat e lishme të shtetit dhe ose subjekteve të tjera. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë ka dërguar në gjyq shtetasit me iniciale MB akuzuar për kryerjen e veprës penale ndërtimi i palishëm, po ashtu një tjetër shtetas me inicialet BM akuzuar për kryerjen e veprës penale ndërtimi i palishëm, shtetasin me inicialet SHT akuzuar për kryerjen e veprës penale të ndërtimit të palishëm dhe shtetasit me iniciale RH, që më parë ka ushtruar detyrën e kryeinspektorit të IMT-s së Bashkisë së Himarës, akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, shtetasin me iniciale MN i dënuar më parë, që ka ushtruar detyrën e kryeinspektorit të IMT-s Bashkia e Himar, akuzuar për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, EZ që ka ushtruar detyrën e inspektorit të IMT-s Bashkia e Himar, akuzuar për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, si dhe shtetasin me iniciale të RK, më parë që ka ushtruar detyrën e inspektorit të IMT-s në Bashkinë e Himarës, akuzuar për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Një 29 vjeçar nga Saranda i shpahur në kërkim ndërkombëtar për vrasje është arrestuar në Belgjik. Gjykata e Vlorës e ka dënuar Hodon me 18 vite burg për veprat penale, vrasje me dashje në bashkëpunim dhe plagosje lehtë me dashje. Një 29 vjeçar i dënuar nga gjykata e Vlorës për vrasje kryer në bashkëpunim dhe plagosje është arrestuar në Belgjik. Në kuadër të operacionit të koduar ndërveprimi, policia belge buri në pranga 29 vjeçarin e lindur në Sarandë. Sipas policisë, 29 vjeçari kërkoi ndërkombëtarisht sepse në vitin 2019 gjykata e Vlorës e ka dënuar me 18 vite burgim për veprat penale, vrasja me dashje, kryer në bashkëpunim, vrasja me dashje mbetur në tentativë dhe plagosje lehtë me dashje. Policia njoftoi më tej se në muajin korrik 2017, shtetasi Hodo në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë ka vrarë me mjet prerës thik një shtetas si dhe ka plagosur rënd një tjetër shtetas gjatë një konflikti për motive të dobta në fshatin Borsh Sarand. Gjithashtu 29 vjeçari ishte autori plagosjes së një tjetër shtetasi.
Policia njofton se vijon bashkëpunimin ndërmjet Interpol Tiranës dhe homologëve belg për të finalizuar procedurën për ekstradimin e shtetasit Hodor në Shqipëri, me qëllim kryerjen e pjesës së mbetur të dënimit, 13 vjet, 6 muaj dhe 27 ditë burgim. Vjojme të tjera në zhvillim me një jetë të dedikuar artit ishte ajo e piktori Skënder Kamberi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 87 vjeçare. Kamberi konsiderohet si një prej piktorëve më të rëndësishëm shqiptar në veprat e tij, spikatin vlerat, dashuria për artin, njerëzit dhe qytetin e tij të dashur, Vlorë. Një jetë dedikuar artit e mbushur me penelata dhe plot ngjyra ishte ajo e piktorit Skënder Kamberi, i cili është ndar nga jeta në moshën 87 vjeçare një ditë më parë. I lindur në Vlorë në 2 shkurt të vitit 1939, Skënder Kamberi mbaroi liceun artistik në vitin 1960 dhe më pas vazhdoi studimet në Institutin e Lartë të Arteve, ku u diplomua në vitin 1965. Në ato vite ai u kthye në vendlindje ku bashkë me piktorin Nestor Jonuzi dha një kontribut të veçantë në përhapjen e gjerë të pikturës në qytet. Piktori Skënder Kamberi konsiderohet si një prej piktorëve më të rëndësishëm shqiptar në veprat e të cilit spikasin vlerat, dashuria për artin, njerëzit dhe qytetin e tij të dashur, Vlorën. Galeria Kombëtare e Arteve në koleksionin e saj mban disa punime të Skënder Kamberit, arti të cilit ka përceu kufit shtetëror. Piktori ka hapur një sër ekspozitash në Egjipt, Francë, Angli, Turqi, Itali dhe Greqi. Ndër veprat e tij veçojnë demonstrata e Bukës 1971, një nga kompozimet më të njohura me temë historike, si dhe Fshati Kuq, pikturë impresioniste në vaj e fshatit. Ikja e Skënder Kamberit konsiderohet një humbje e madhe për kulturën kombëtare, për historinë e pikturës shqiptare dhe për të gjithë ata që e njohën dhe vlerësuan artin e tij. Skënder Kamberi ishte një krijues i palodhur, një kërkues i vazhdueshëm dhe një zë i veçantë që arriti të ndërtojë një gjuhë artistike dhe autentike, edhe në kohët më sfiduese. Me një krimtari të jashtëzakonshme prej mbi 1400 veprash, Skënder Kamberi la pas një trashëgimi të pasur që përfshin kompozime monumentale, portrete, peizazhe dhe vepra me një forcë të rrallë shprehse. Në çdo periudhë të krimtarisë së tij, nga realizmi socialist deri tek shprehjet më të lira pas viteve 90, Kamberi arriti të ruaj integritetin artistik dhe të sfidoi kufijtë të kohës, duke i dhënë artit shqiptar dimensione të reja. Sot shënohet 27 vjetori i eksodit me përmasa biblike të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës të 98-ës, 99-ës, rreth 1 milion shqiptar, fëmijë, gra dhe të moshuar, të dënuar, të torturuar dhe të masakruar, u detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni. Shënohet 27 vjetori i eksodit të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës së 1998-ës, 99-ës, rreth 1 milion shqiptar u detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni. Përveç të shpërngulurve në Shqipëri dhe Maqedoni, mijëra shqiptar të tjerë kaluan kufirin edhe me malin e zi, ndërsa qindra mijëra ishin zhvendosur nga shtëpitë e tyre për të gjetur strehim në malet e Kosovës. Ata ishin fëmijë, gra e të moshuar, të dhunuar, të torturuar dhe të masakruar. Eksodi apo dëbimi i shqiptarëve me dhunë nga vatrat e tyre arriti kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi. 16 prilli është data kur shënohet edhe dita e eksodit si shenjë falënderimi dhe respekti për të gjithë ata që hapën dyert e veta për të pritur vëllezërit e tyre shqiptar nga Kosova. Një nga simbolikat kryesore të 16 prillit është edhe obelisku, ku ulla u ndërtua në shenjë falënderimi ndaj popullit shqiptar. Ajo është ndërtuar në vendin ku ishin vendosur çadrat që strehonin popullatën kosovare. Kulla është 23.5 metra e gjatë dhe është mbushur me foto të cilat paraqesin ngjarjet e asaj kohe, e që kulmon në datën 16 prill të çdo viti, e për të kujtuar ditën e shpërnguljes me dhunë të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre dhe vuajtjet e tyre nga regjimi serb. Në qendrën përkujtimore Blaca 99, në Han të Elezit, qëndron monumenti Muri i Kujtesës, si dhe parku Hasan Prishtina. Monumenti Muri i Kujtesës është edhe një mozaik që simbolizon sakrificën e nënës shqiptare, bashkë me emrat e disa prej personaliteteve të shuara botërore që kontribuan në çlirimin e Kosovës, një vepër kjo artistike monumentale që shpreh më së miri kujtime dhe respekt për të gjithë ata që sollën lirinë dhe pavarësinë e shumë pritur të Kosovës. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.